Ajo që e bën emocionues The Voice of Albania është se ne jemi në kërkim të zërit më të mirë dhe jemi këtu për t'i mbështetur këta zëra. Për këtë kemi zgjedhur 4 profesionistë të vërtet. Nëse do të bësh këngëtar, ka vetëm një gjë që vlen, zëri. Unë do t'ju ndihmoj të kuptoni potencialin tuaj. Por së pari, duhet të keni një zë potent. Mu deshen vite për të arritur këtu ku jam sot. Tani duhet t'ju ndihmoj juve që të realizoni këtë. Sigurisht në një rrugë më të shkurtër. Rruga e artit është e vështirë dhe unë do t'ju udhëheq drejt saj. Duke ju ndihmuar të rriteni profesionalisht. Por për këtë duhet kesh një zë të shkëlqyer. Sepse një zë i mirë mbetet një zë i mirë. Dhe pikërisht, për fituesin e The Voice of Albania, një lajm i madh. Diçka që s'ka ndodhur kurrë më parë në Shqipëri. Një kontratë 2 vjeçare me Universal Music, kompania më e madhe diskografike në botë, si dhe 4 këngë që mbajnë firmën e saj. The Voice of Albania, së shpejti në Top Channel.